kanë humbur jetën për mjetëve piroteknike, për fatë keq është humbur syni, do thotë që janë amputuar edhe gishtat me djegje të ekstremitetit të fytyrës. Shënjestër.net. Vetëm muajin e fundit, për mjetëve piroteknike në Qendrën Emergjente kanë kërkuar ndihmë 21 pacient. Numri më i madh i tyre në rasteve kanë qenë prej datës 20 deri më sot. Për fatë keq, për këtyre 21-ve, shumica për tyre kanë qenë me lëndime trupore, kur foli lëndime trupore ma shumë të ekstremitetëve, dorëve ma shumë kurse një për tyre ka pasur lëndime të synit, për fatë keq është humbur syni. Kurse pjesa tjetër kanë qenë me djegje të ekstremitetëve të fytyrës edhe lëndime po ashtu të ekstremitetëve po më të lehta, që pas trajtimit në Qendrën Emergjente janë shuar shpejt. Disa për tyre thash, do thotë që janë amputuar edhe gishtat. 2 për tyre janë pranuar për shkak të lëndime të amputimit të gishtave edhe djegjet që janë shkaktuar në ekstremitetet sipërme, gjithsesi në dorë, janë pranuar në klinikën e kirurgjisë plastike, ku hala është duke vazhduar trajtimi i tyre. Dominojnë moshat nën 30 vjeçare. Domthonë prej 4 vjeçë deri në moshën 30 vjeçare. Kisha thirrë të prindit, kisha bërë apel që të kenë kujdes që mos përdorin mjete piroteknike sepse ka shumë lloje tyne, domthonë për atyne ma të lehta dhe ato që janë domthonë shumë të rrezikshme. Të kenë kujdes sepse një gabim i vogël që ndoshta në ato momente përdoret për kënaqësi përfundon me pasojë shumë të mëdha që atëherë ton jetën mbetet për mu pendua për një rast tillë. Gjatë këtyre viteve kemi pas X raste, domthonë disa raste kur edhe kanë humbur jetën për mjetëve piroteknike, për fat keq. Po në ato momente na i kuptojmë plotësisht ata që i sjellin fëmijët dhe anëtarët e familjes që janë të frustruar dhe janë në panikë dhe në ankth trond. Mirë po e shoh masi kryet intervenimi edhe këto pendimi është jashtëzakonisht i madh, edhe pse në shumicën e rasteve na përpiqem për mi ngushëllu edhe këto domthonë për rastin, por fjala jonë është vonë tash për pendim. Shënjestër.net.